52, po e them 52 për shkak se që 52% po duket, ose ty ka po 52% nuk po duket. Të nderuar pranishëm, në qeverisjen tonë gati 5 veçare, kanë qenë 5 kategori çështje kryesore në të cilat është fokusuar qeverisja jonë. Nona, fëmia, veriu, bujqësia, ushtria. Ka qenë mundshme që të bëjmë rishpërndarje sociale të mirëqenies, për shkak se është rrit ekonomia e është rrit buxheti. Për çdo vit ja kemi shtuar ekonomisë Kosovës nga 1 miliard. Bruto produkti vendor, kur e morëm detyrën në vitin 2021 ishte 7 miliard, buxheti i shtetit ishte 2.4 miliard, si vjet, buxheti i shtetit 3.6 miliard, pra 50% më shumë. Ekonomia 11 miliard, e vitin e ardhshëm ekonomia 12 miliard, pra 70% më shumë se para 5 vjetëve, ndërka që buxheti i shtetit do të jetë 4 miliard, 2/3 më shumë se sa para 5 vjetëve. Pra ne ja kemi shtuar ekonomisë Kosovës për çdo vit ka 1 miliard, ndërkohë që aty në paralel të zbetohet duheshin 3 vite për 1 miliard, që do të thotë se kur jemi në rritje ekonomike, ne jemi 3 fish më të shpejt se sa ata. Pse rritje ekonomike është kësaj? Ekonomia rritej për shkak se nga vitin e vetë shtoheshin eksportet dhe tash kemi 2 fish më shumë eksporte se sa më përpara. Po ashtu është shtuar edhe konsumi, por janë shtuar edhe investimet kapitale. Viti i kaluar ka qenë viti rekord i investimeve kapitale, 654 milion euro, dhe në 4 veçor në ardhshëm asnjë vit nuk do të jetë me më pak se sa 1 miliard euro investime kapitale. Është prish qarkullimi i bizneseve, nëse e krahasojmë me vitin e parë para pandemisë 2019 se me vitin pandemik 2020 nuk është mirë të krahasohemi, me që atëherë u pat kurrë ekonomia dhe çdo shifër del në mënyrë jo normale e lartë nëse krahasohemi. Krahasimi me vitin 2019 tregon që është 2 fishuar në qarkullimi i bizneseve. 12.5 miliard ka qenë vitin 2019, ndërsa si vjet është 25 miliard. Kur nuk kanë pas kompani, korporatat në Kosovë fitim më të madh se sa si vjet. 2.3 miliard euro, me qenë se 230 milion euro kanë patur ta kemë. Pra fitimi i tyre 2.3 miliard euro si vjet, a para neve kur kompani nuk e kanë prek as 900 milionë shumë. Kjo tregon se shumë kemi avancuar si sektor privat dhe ekonomia. Rritja e qarkullimit të bizneseve, rritja e fitimit të bizneseve, rritja e eksportit të bizneseve, rritja e investimeve të huaja direkte që po ashtu ka ndodhur të fshime, ka bërë edhe rritjen e punësimit. 350.000 konsum kanë qenë pranverë në vitin 2021, tash po flasim janë 435.000 konsum, pra 85.000 më shumë konsum, se sa para datë në 2020. 85.000 më shumë konsum që i bie 24%, është rritë punësimi, pa punësia ka rënë nga 26% në vetëm 19%, a këta 85.000 konsum të nderuar pranishëm i bjen që janë diç më shumë se sa 6 stadiume falën vogël mundra për plot. Ose nëse investojmë 4 vjet e 9 muaj sa jemi ne me qeverisje, ku që plot on detyrë, për numrin e ditëve këtë 85.000 shpreh punësuarve tri, i bie që mesatarisht parapërsisht janë punësuar 50 veta në ditë apo një autobus për plot për ditë në qeverisjen tonë kanë qenë të punësuar rishtas në Republikën e Kosovës.
Përshtimin e punësimit ka ndihmuar shpirtin ndërmarrës I sektorit tonë privat, ka ndihmuar kreativitetin dhe inovacionin, por ka ndihmuar gjithashtu edhe programi Superpuna, ku trejave dhe trive prej moshës 18 deri 19 vjeç ja u gradon pagën minimale për 6 muaj bonus në firmat e ndryshme të punës. Dhe 23.000 treja e tri janë punësuar në 60.500 ndërmarrje gjatë këtyre viteve, ku edhe paga minimale është rritur. E kena gjetë diskriminimin ndaj rinisë, se paga minimale për ata që në 35 vjeç ka qenë 130 euro, e për ata mbi 35 vjeç ka qenë 170 euro, ne kemi bo të njëjtë për të gjithë, po jo mesin aritmetikur këtyre dyjave 150 euro, po 264 euro, pastaj 350 euro sa është sot, dhe prej një janarit bot 425 euro e pejti korrigut vitit tashëm bot 500 euro, pra kush punëson 3 e 3 në vitin e ardhshëm do t'i ketë edhe 500 euro bonus prej shtetit çdo muaj për 6 muaj pagës së atyre trejave e trive, kudo të punësohen në sektorin privat në Kosovë. Superpunën për rini do ta zgjeroj me superpunën për gratë. Ta zëmë, në vitin e ardhshëm, në verë, një grua punësohet te një kompani private. Edhe letë supozojmë që privatja jep veç pagën minimale. Asaj gruaja jep 500 euro, na ja bojnë 1.000 euro. 500 euro pagës minimale, ja shtoj për 6 muaj asaj gruaja. Nuk mund të punojnë të gjithë. Ne duhet të mbështesim edhe ata të cilët nuk punojnë, por jetojnë e kontribuojnë. Nënat lehona, fëmijët edhe pensionistët. Sa I përket fëmijëve, ju e dini që para qeverisjes sonë, qeveritë e mëhershme nuk kanë pa fëmijë në Kosovë në mënyrë universale, por veç familjet e veta në mënyrë partikulare. Filluam me shtesa për fëmijë 10 euro, I ngritëm 20 euro, I bëm 30 euro, tash është 25 euro. Ju e dini që çdo familje në Kosovë që I ka 2 fëmijë, I merr 60 euro në muaj. Nëse I ka 3 fëmijë, I merr 135 euro, secili prej fëmijëve nga 25 euro, të gjitha këto në gjirologarinë e njëjtës. E janë mbi 100.000 gra që kanë hapur për herë të parë gjirologarinë në jetën e tyre për shkak të shtesave të fëmijëve. Do t'i dyfishojmë në mandatin tonë të tretë, ashtu që një familje e cila I ka 3 fëmijë, nuk kam I marrë në muaj 135 euro, po 207 euro. Nëse I ka 4 fëmijë, 360 euro. Nëse I ka 5 fëmijë, 450 euro. Sa më shumë fëmijë, aq më shumë shtesë, pensionin bazik moshës e kena gjetë 9 euro, e kemi bërë 100 euro, 5 herë pensionistët kanë marrë mbështetje të një hershme nga 100 euro, efektivisht I vjen sikur se pensioni 13. E kemi ngritur në 120 euro, tash është 150 euro, pensionet do t'i rrisin edhe në mandatin tjetër, edhe ato kontributëse sipas rritjes ekonomike. Sa më shumë që rritet ekonomia, aq më shumë të mund të shpërndajnë, e për pensionistët, për gjyshet edhe gjyshrit, do të shkojmë edhe nga 100 euro çdo muaj nëse ata kujdesen për një prej të mbesat e tyre, fëmijët e fëmijëve, në vendet e të cilat nuk ka qerve e punojnë të 2 prindër. I kemi mbështetur edhe studentët, edhe këto do të arrisim. Për 5 vite akademike, sa kanë rastis të jenë në këtë mandatin tonë, I kemi ndonë për afërsisht 20 milion euro për afër 18.000 bursa.
ata para neve, për periudhën e njëjtë, për 5 vite akademike, i ka ndohë vetëm 4.000 bursa. Pra qerekun e bursave sa kemi ndonjë. E në mandatin arshëm, do të dyfishojmë buxhetin për bursa, duke përfshirë edhe studentët në sistemin universitar, jo publik, përkatësisht në kolegjet private. Përveç kësaj, për studentët e kemi dhe programin e mobilitetit, tashme kemi nda buxhetin 20 milion euro, në mbledhjen e 280 qeverisë kena nda shumën fillestare për 1.65 milion euro, që në kupton sa më lartë që studiojnë studentët prej vendit të banimit, ashtë ma shumë dhe të mbështetit. Pra studentët e Prishtinës do të marrin mbështetje nëse studiojnë Prishtinë, por nëse studiojnë në Gjilan, ose nëse studiojnë në Mitrovic, ata do të marrin ma shumë mbështetje. Pra, më lartë vendit të banimit, më shumë mbështetje për studentët. Veç a jeni që lexoni studjeni e mësoni. Por, natyrisht, nuk është të thënë që të gjithë të bëjmë jetë akademike. Është e mundshme edhe të kemi profesionalizëm jo akademik. Prandaj kemi sistemin dual. Në 32 shkolla profesionale, 17 komuna anën bërë Kosovës, 2600 zonë sa kanë morë diploma e certifikata, për 16 profile të ndryshme, si robaqec, lëktar, ajustator, elektricist, instalus mbrojtjes, instalus të paneleve solare, etc. Sepse duam që për çdo diplomë shkolle të ketë një vendume. Dhe dashur qytetar, sot këto profesione paguhen shumë. Paga më e madhe në institucionet e shtetit, që është e presidentës, është më e vogël se e disa punëtorëve që janë elektricista e saldues në fabrikat e zonës Ferizaj. Për herë të parë në Kosovë, mes në këtyre 435.000 konsumve, i kemi 2.000 konsuar nga Azia e Ljarë, Filipinët, Bangladesh e Pakistan. Pra, para 20 vjetëve, shqiptarët e Kosovës, për shkak të persekutimit politik e skamjes ekonomike, kanë shku gastarbajtera në Gjermani. Tashmë na vinë gastarbajterat neve për Azia. Një fabrike armaturës në Kosovë i pret 15 punëtorë të Pakistanit në januar. Shumë mirë që vinë tek ne, por dhe ne duhet ta kemi sistemin dual dhe kësaj për dallim prej fjalës gastarbajter që u përbo fjala më e famshme gjermane në shekulli 20, le ta bëjmë fjalën më të famshme gjermane në shekulli 21, Ausbildung. Pra, lidhja e tradicionit me aktivimin. Sa më shumë njerëz që punojnë, aq më shumë rritet ekonomia, aq më shumë mbushet buxheti dhe aq më shumë kemi se çfarë të shpërndajmë. Edhe shëndetësia do të përfitojë. Veri di shumë mirë kur kena ardhur në qeverisje, lista e bornave esenciale e ka pas buxhetin 24 milion euro. Ndërkohë që qytetarët e Republikës Kosovës blejnë parakoshtisht 120 milion euro borna nga viti. Pra, 24 milion në 120 për 20% i ka mbullu shteti 80% të gjetit qytetare. Ne e bëm 63 milion buxhetin për listën e bornave esenciale, ja shtim edhe shkallë borna preje, edhe 6 milion e gjys euro për smundje kolla. Parakoshtisht ne kemi arrit në mbullu 60% të ilaçeve që i blejnë qytetarët. Këto bëhet fjalë për furnizime të qytetarëve nga sëmundje të ndryshme në trajtimin jashtë spitalit. E mandatin e ardhshëm do ta bëjmë 100 milion euro, që do të thonë vita 3% të ilaçeve që blejnë qytetarët do të mbulohen nga shteti e më pak se 70% nga vetë. 1 miliard euro do t'i ndajmë në mandatin e ardhshëm për prodhimtarinë. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që nuk do të kenë më nevojë ndërmarrësit tonë prodhues
që ta lënë hipotekë për kredi në bankë, pasurinë e palushme. Shteti do t'jetë garanci për ta, 1 miliard euro për prodhimtari bujqësore industriale zejtare. Dhe 100 milion euro të tjera për dritarën e investimeve nga diaspora. Me qenë se bashkëdhetarët tonë, të cilët po duan të investojnë në Kosovë, ndodhen në një situatë paradoksale. Kur shkojnë te banka në Zvicër ose në Gjermani, thonë, unë na më don kredi për të investuar në Kosovë. E kur vinë në Kosovë, thonë, po ti je bizneseri, startup, nuk unë na më don ty kredi. Andaj, edhe për prodhuesin në përgjithësi, edhe për bashkëdhetarët tonë në veçanti, shteti do të jetë garanci hipotekë për kredit investuese të tyre. Po e presim edhe zblokimin e SEPA-s, Single European Payment Area, në mënyrë që transferit e mjeteve financiare të bëhen shpejt, kollaj dhe pa kostët aktuale, dhe kur të zhbllokohet kjo, e ndodhë të bllokuar në gjykatën kushtetuese, që 1 vjet e 2 javë, njësoj sikur se ligji për sigurime shëndetësore, atëherë 60 milion euro parapërsisht do të kursehen nga transferet e ndryshme bankare e ku transferet e remitancave të bashkëdhetarëve tonë përkojnë pjesën më të madhe. Do të kemi digitalizim të të gjitha shërbimeve konsullore të bashkëdhetarë, mësimin e gjuhës shqipe me kurrikul të dedikuar bashkë me Shqipërinë, me që tash kemi abetare të njëjtë për fëmijët edhe në Kosovë dhe në Shqipëri që nga vitit 2021, dhe do ta kemi kthimin me automatizëm të shtetësisë për bashkëdhetarët tonë, kur kjo ka qenë rezultat e kufizimit të shtetit ku kanë punuar e jetuar ose për shkak të rrethonave historike. Pra, i mirëpresim bashkëdhetarët tonë sepse kontributi i tyre është shumë i madh për Republikën tonë, e disa që i duan bashkëdhetarët me fjalë por jo votën e tyre e kanë shumë gabim. Dhe ata këtë gabim do ta kuptojnë më së miri në datën 22 dhjetor, kur fitues do të jetë në postë i rrezikut të konkurencës dhe i transferimit të koalicionit, partijë alternativa, partijë shqiptare dhe opozicione dhe disa kandidatëve të cilët janë pa parti, por me cilën i bërë bashkë për të mirën e Kosovës, përkatësisht për siguri dhe për begati, siç po themi në fushar. Të dashur qytetarë, Kosova i ka 108.000 fëmijë prej moshës 1 vjeç. Edhe i ka 20.000 fëmijë tjerë midis moshës 5 dhe 6 vjeç. Ne do të ndërtojmë qerdhët. Qerdhët më mësojnë edukimin e hershëm. Sa ma herë që shkojnë fëmijët në qerdhe, qaq ma shumë zhvillohen intelektualisht dhe aq më tepër do të kenë sukses në karrierat profesionale në botë. Po ashtu edhe prindërit e tyre, sidomos nënat, fitojnë ma shumë kohë për veten e tyre. Ndoshta një nën i kthehet fakultetit që e kalon për gjys, e një tjetër rikthehet në tregun e punës. Gjatë këtij mandati kemi dëshmuar këtë gjë. Por më pak se 5 vjet 74 qerdhe të ndërtuara, të renovuara ose të adaptuara. A para njëve, për 17 vjet veç 4 qerdhe. Ata asë një qerdhe në mandat, na për një mandat 74 qerdhe, që do të dhe jemi 66 herë ma shpejt sa ata për punën e ndërtimit qerdhe. Çka bojmë na për 1 vjet, aty një vjen 66. Një vjet është mosha kur fëmijët nisin të shkojnë qerdhe, a 66 vjet është 1 vjet ma shumë se sa mosha e gënzimit. Tjetër që do të bëjmë në asim, të diplomuar në fushën e pedagogjisë do të licencohen në nivel shtetëror për të hyrë në profesion. Dhe këtë shoqërohet me rritje të pagesës së tyre. 5 gjimnaze të specializuara do të kemi në Kosovë,
sepse na vini me forcu shkollat e mesme. Studentët kur nisin studimet në universitet duhet të jenë më të përgatitur sesa që aktualisht janë maturantët kur po e përfundojnë gjimnazin. Dhe për këtë qëllim do të bëjmë si në Evropë, në shumë vende të Evropës, ku ata që kanë doktoratura edhe magistratura, bëjnë edhe përvojë pedagogjike përveç se jetës akademike. Me që rast, japim mësim në shkollat mesme. Dhe sa më lartë që japim mësim, aq më shumë do të ketë pagesë si vlerësim dhe si nxitje përgatitur. Do të vazhdojmë të arrisim produktivitetin dhe konkurrueshmërinë e produkteve tona bujqësore, sepse sa më shumë bukë në sofrën tonë nga toka jonë, aktualisht 30% të ushqimit që ham është nga Kosova, 70% është nga importi, është shumë më mirë se dikur, po duhet ta përmirësojmë edhe më tej. Fermerët, lektorët e bujqit do ta kenë kartën e fermerit dhe do të filloj digitalizimi në mënyrë që nga shtëpia edhe të mund të aplikojnë edhe ta përcjellin procesin e përfitimit të granteve e të subvencioneve. Do të investojmë deri në 100 miliardë euro për Vezovicën, në mënyrë që atje të renovojmë hotelet, Llahori, Molika dhe Narcisi, pista të reja të bëjmë dhe ta shënojmë Vezovicën në hartën turistike të rajonit e të Evropës. Gjithashtu të ndërtojmë edhe qendrën turistike të Dugagjinin, në Pej, Rogov, në Kryshtë në Bjeshtatje, dhe për të rregulluar furnizimin me ujë, do të ndërtojmë 5 diga të reja në Kosovë, pra mandati ardhshëm do të jetë mandat i digave të reja, i liçeneve akumuluese, i rezervuareve të ujit. E këto 5 diga e kanë përfunduar studimin e fizibilitetit, vetëm do të fillojmë të ndërtojmë, është Kuqica në Skënderaj, Pollata në Podrijev, Desivojca në Kamenic, Firaja në Shtërc dhe Dragaqina në Suare. Edhe 4 diga të tjera do të vllabojmë studimin e fizibilitetit. Ndërkaq për kanalizimet, zgjidhja është impiantet e vogla. Ku ka një fshat të madh ose një grumbull fshatrash, do të kenë impiantet vogla. Në Kosovë në përgjithësi, po veçanërisht në Prishtinë, shumë sukses të biznesit, po ka teknologjia e informacionit dhe komunikimit tek sektori. Përbën 6% të bruto produktit të vendit. Sa përkrahasim, bujqësia 7%. Jënë dikon 20.000 inxhiniera softverit e developera zhvilluesi shumë ndryshe, të cilët janë punësuar në rreth 1.500 kompani shumë suksesshme, që mbi 80% të produkteve kanë për eksport. Andaj, industria e shërbimeve në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit është një shans i madh për hollë më të tjeshëm ekonomik të Kosovës, me çrast ne do të përgjigjemi përmes inkubatorëve të bizneseve të teknologjisë, por gjithashtu përmes një tech kulle, përmes një tech tower në kryeqytet, si dhe përmes valutës digjitale të shtetit tonë, nëpërmjet të cilës do të mund të bëhen pagesat dhe e cila është bazuar në blockchain. Mëtej, mandatin e ardhshëm e nisim me arkat fiskale digjitale, duke hequr barrën e panevojshme për bizneset, dhe vazhdojmë me faturën elektronike business, e cila mundëson mbikëqyrjen në kohë reale të detyrimeve të tatimit me vlerë lëshuar, si dhe rimbursimin automatik të saj. Për likuiditet të shtuar të bizneseve, mbledhjen e TVSH-s për motrën kufi do ta zhvendosim brenda vendit. Ndërkaq që pagesa do të bëjë muaj pasues, ngjajshëm si shpëtojnë bizneset për TVSH-n e brendshëm. E për veturat e importuara nga Bashkimi Evropian do ta heqim taksën doganore 10% dhe
ardhja e veturave në vendin tonë nuk do ta ketë për kriter vjetërsi, por ndotjen që ato programin e transportit publik anë mban, trafiku urban e ndërurban, me 10 orë muaj do të mund të qarkulloni gjithandej në Kosovë, në mënyrë që të ketë lëvizshmëri nga kryeqyteti dhe në kryeqytet, por edhe komunat tek njëra tjetra dhe gjithashtu për shëndetësi në kuptimin universal të fjalës një gjë e rëndësishme që ne bëjmë e që duhet ta përmend është kontrolla e plotë një herë në vit të sistemit. Pra, çdo qytetar i Republikës duhet ta bëjë një kontroll të plotë një herë në vit. Kjo ndihmon në mbikëqyrjen e përgjithshme të shëndetësisë publike të popullsisë dhe në anën tjetër në parandalimin e sëmundjeve të ndryshme. Të dashur qytetarë, ju kemi dëgjuar shumë shpesh gjatë kësaj periudhe se si qeveria jonë ka pasur suksese të brendshme, por në të njëjtën kohë nuk ka pasur suksese të jashtme. Pra, jetë se nuk raportet me miqtë e aleatë dhe partnerët tonë kombëtar, ne në këtë që kemi përshtatëruar. Si vjen 4 vjet të reja dhe gjatë kësaj periudhe të mandatit të dytë, jemi antarësuar në 13 organizata ndërkombëtare. Është bërë liberalizimi i vizave e ju dini që më herët, kur qytetarët e Republikës kanë udhëtuar për në zonën Schengen, i kanë paguar 2 biletat aeroplane. E kanë herë kanë paguar 2 biletat aeroplane pa mund të shku hiç. Pse? Kanë paguar 1 bilet aeroplane për në fuzuru, edhe kanë paguar 1 bilet tjetër të aeroplane 200-300 euro vizën e kanë paguar. E të cilën ka një herë ose kanë marrë këtu. E këta para neve i hapshin shishe të shampanjave, po viza s'ket. Viza të konsiqë. Dhe dhe shtash, viza të neve, ka të lojë me hapë shampanjave. Dhe nga vënë që na kena kontribu në eskalimin e situatës. Mirë po, ju po e sheni, edhe atë akuza për rastin Bojnska, edhe për rastin e kanalit Privo Defense, po të tregon që ne kemi pasur të drejtë, po kemi thënë që janë grupe kriminale, terroriste, të lidhura me shtetin e Serbisë, me kreun shtetëror atje, ata të cilët kanë bërë këto agresione ndaj neve. Pra e çfarë kemi bërë ne, kemi dalë fitimtare në ballafaqimit e ta. Faktorët ndërkombëtar po e kuptojnë që ne kishim të drejtë, andaj edhe u hoqën ato masat e padrejta të Bashkimit Evropian, por edhe këtë vonesje kemi pasur. Ja ka vlerë për të dashur qytetarë. Sepse veri i Kosovës, ku tash ka sundim të ligjit, ka paqe, siguri e rend publik, është 1/6 e territorit të Kosovës. Atje kemi liçenin e limanit që tash e kontrollojmë ne. Aty në 3/4 të burimeve ujore të Republikës tonë. Me mbjellë pa plavën, pa dorësin, Radoniqin, veç sa 1/3 o limanit. Ma si kena pasur kontrollu limanit, tash e kemi limanin në kontroll, edhe nëse unë si kryeministër e ku marrë në i shërpin, në i vrejtën i kritik në herë, ato shkun, po limani është në Kosovë. Ndërkaq sa i përket Shtetit Bashkuar të Amerikës, ne kemi heq tarifat doganore për mallat që kanë origjinë nga Shqipëria, kemi pranuar refugjatët nga Afganistani si kërkesë administratës kaluar, dhe si kërkesë e kësaj administrate kemi pranuar zotimin për 50 migrantë që ata nuk i pranojnë, por ata do të pranohen vetëm nëse pajtohen me këtë palet. Mesaj me djeni një karë për tash, ndërkaq në fushën e mbrojtjes, bashkëpunimi po shkon shumë mirë, ne kemi ble sistemin antitank Javelin, gjithashtu do të kemi edhe helikoptera
Black Hawk, si dhe do të vazhdojmë me bashkësparkime e me bashkëpunime me Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të ngrisim kapacitetet tona, sepse për të antarësuar në NATO ne duhet të jemi jo vetëm përfitues, por edhe kontribues të sigurisë së gjithëmbashme të demokracive perëndimore. Me këtë rast, jo me them që FSK ka pasur ata para ne. 12 vjet ka pasur Forcë të Sigurisë të Kosovës para se marrë sigurisë. 12 vjet. Gjatë atyre 12 vjetë, FSK-ja I ka pasur veç dy lloje të armatimit. Revolje Glock edhe pushk Heckler. Tash janë mbi 40 lloje të armatimit që ka Forca e Sigurisë. Atu përfshihen 3 lloje fytyrake, luftarake pa pilot. Bëhet fjalë për dronat Bayraktar TB2 dhe dronat Skydagger Kamikaze nga Turqia. Pastaj gjithashtu e kemi edhe dronat Puma nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe I kemi 4 sisteme antitank, përveç Javelin nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, I kemi Har-66 dhe Ondoshin nga Turqia, si dhe Panzerfaust 3 nga Gjermania. Po I përmend vetëm disa Forca e Sigurisë Kosovës nga poshtë tavonin prej 5.000 pjesëtar. E kemi heqë tavonin. E ka pas kufizime 23 vjeç për ata që duan të bëhen pjesëtar të FSK-s, e kena ngritur 25 vjeç. Dhe do ta kemi edhe rezervën vullnetare, e cila nuk kupton që ata që duan të jenë rezervista vullnetarisht do të inkuadrohen në këtë forcë shtesë, e cila do të ketë më pak se 4 javë ushtrimet bazike për përdorimin e armatimit, e mandej për çdo vit nga 2 javë në vit ose tek 8 vikende në vit, për shembull 1 javë verës e 1 javë dimrit, por I takon komandantit të ushtrisë sonë general-lejtenant Bashkimi Jashari dhe Ministrit të Nga Forca e Sigurisë Kosovës, që ja kemi shtu bugjetin 3 fysh, që ja kemi 2 fyshu qismet në tokë, për 4 vjeçarin e ardhshëm, 1 miliard euro për fshira të dhe fabrikën e municionit në Gjakov dhe fabrikën e dronave Made in Kosovë. Sfundi kemi marrë edhe një lloj armatimi shumë interesant, 105 mm është një artilleri mobile, Hawkeye gjithashtu nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Prandaj në përgjithësi me këtë armatim që kemi dashur shtetar, në një mend nuk kemi tenka, po ato s'kan qajtin asnjë. Kjo do të thotë që mbrojtja jonë është edhe mençur përveç telefonit. Në datën 28 dhjetor, I kemi 110 kandidatë të vetëvendosjes, prej tyre 47 kanë qenë deputet, 16 kanë qenë ministra, 37 ndarojnë për herë të parë, 15 janë veterane e veteranë të Justisë Shqiptare të Kosovës. Pastaj mosha më e re është 24 vjeç, mosha më e shtyrë është 78 vjeç, mosha mesatare është 44 vjeç, sepse duam ta bëjmë bashkë guximin dhe energjinë rinore me urtësinë dhe përvojën e moshave të mesme dhe të shtyra. 24 për 100 vjetëve janë profesionistë, ekspertë të ekonomisë dhe financave, 17 në mjekësisë dhe shëndetësisë dhe 24 të tjerë janë të politikës, të diplomacisë, të shkencave humane, sociale. Kjo është oferta më e mirë, jo vetëm aktualisht, por historikisht në Republikën e Kosovës për legjislaturën e 10 për zgjedhjet që do të bëhen këtë vit në Andaj ju lutem që të thoni familjes e Farefisit,
kolegëve e kujshive, të gjithë ata që kanë drejt vote, ta shfrytëzojnë këtë mundësi, ta përdorin këtë shansë, sepse po na duhet një fitore në 28 vjetor, edhe më e madhe se në nënë shkurt, dhe kësaj vitin që vjetë janë një aktivit më herë. Dhe valojnë për e gjithë dhe të gjitha tua, për festojnë me 31 vjetor, 1 e 2 janar, sa e rrallë po festojnë me 31 vjetor, 1 e 2 janar, por sidomos për shkak se do të festojnë edhe me 28 vjetor, 29 e 2 vjetor. Pra, qysh po mund të shini kush që shumë ofër me 28 vjetor të pjeshtërinë. Unë ju falenderoj nga zemra për këtë mbështetje që na keni dhënë edhe lëvizjes edhe qeverisë, në kohë të vështira, në kohë të rënda, kur sulmet e jashtme kanë qenë të mëdha, e ndërskoncat e brendshme të shumta, dhe na keni qëndruar pranë, e s'na keni lëshuar për asnjë moment. Na besoni që edhe ne gjithmonë do t'ju qëndrojmë pranë e nuk do t'ju lëshojmë për asnjë moment, sepse dy gjërat kryesore që i bëjmë për siguri e begati, pra thurja e gardhët si kufi dhe qepja e thesit si bugjet jenë jetike dhe nuk shojnë vetë. Faleminderit shumë.